Atleti shkodran Franco Burraj nuk ditë ndalet pas rekordit kombëtar 400 metra të përmirësuar në kampionatin kombëtar, ai ka arritur një tjetër rezultat pozitiv së bashku me kolegët e tij të vllaznisë, Çardakun, Idrizajn dhe Çengelin, të shoqëruar nga trajneri Bruno Rotani. Burraj ishte pjesë e konkurimit në Kupën e Europës që po zhvillohet në Maribor të Slovenisë. Paraqitja e talentit shkodran ka qenë e jashtëzakonshme. Ai shkroi histori në garën e 400 metrave duke zënë vendin e parë dhe duke thyer rekordin kombëtar me kohën 45:87, ndërsa rekordi më parshëm ishte 46:14. Ai bëhet kështu atleti i parë në historinë e atletikës shqiptare që zbret nën kufirin e 46 sekondave. Një rezultat ky fantastik për Burrajn, ku patjetër merita shkon edhe për trajnerin e tij Rotani, duke regjistruar këtë super arritje që mbetet një moment i paharrueshëm për sportin shqiptar. Një krenari kjo për atletikën shqiptare në tërësi. Pas garave të ditës së parë në Kupën e Europës Sloveni ka qenë edhe ajo e Leonardo Çardakut, i cili bëri paraqitje të mirë në garën e vrapimit 100 metra duke zënë vendin e parë në grupin A me rezultatin 10:85 dhe duke u renditur i gjashtin e kualifikimin e përgjithshëm. Garat e Kupës e Europës në atletik vinë edhe në ditën e dytë, ku në program janë konkurimet e Kolindo Kirit në garën e kërcimit si dhe Franco Burraj, por këtë rallë në 200 metra ku përsëri kërkon rekord kombëtar.